Virgjëresha në këto momente është në ndikime shumë pozitive, ky bën ata vërtet shumë më stabil. Por ky stabilitet mund të kthehet edhe në një dëshirë shumë të madhe për siguri, për të qenë të sigurt për çdo hap që ata hedhin. Për këtë arsye, për virgjëreshën, këshilla do të ishte që të hiqin dorë nga perfeksioni, të përdorin jo logjikën e rrept në këtë rast, por përdorin pak edhe intuitin e tyre. Do të kemi ngjarje të pafundme gjatë kësaj jave, përpallje, përplasje bile do të them me personë, sidomos ata që kanë meritën e tyre të ngushtë, edhe me familjarë të stabilshme, të cilët mund të bëjnë ata që ndryshojnë këndvështrimin që kanë për jetën, filozofinë, ideologjinë që ata kanë për jetën. Është një periudhë vërtet shumë pozitive për të kuptuar më mirë veten e tyre, partneritetet. Këtu përgjegjësia ju bie pak më tepër për sërish së virgjëreshës në mënyrë që ata të jenë pak më empatik për karrierën, do të ndodhi komplet e kundërta, sepse do të kemi mundësi të shumta, oportunitete të shumta që do të vinë në jetën e tyre dhe do të këshilloj që t'i përdoren.